Një tabele cila të orienton por në fakt të dërgon në një rrugë pa krye. Në rrugën e vjetër Tetov-Shkup, sinjalistika të orienton drejt fshatit Falisht. Në vijën ajrore distanca është më pak se 2 kilometra, por në realitet rruga nuk ekziston. Për të mbërritur në destinacion, shoferëve u duhet të bëjnë një xhiro absurde prej 7 kilometrash. Ironia bëhet edhe më e madhe në fund të kësaj rruge me zhavor. Aty të pret një urë e nisur që në vitet e 90-ta, që sot ka ngelur thjesht si një monument harrese mbi lumin Shkumbin. Përveç bllokimit të bizneseve, kjo urë e lëm përgjysmë mban penk edhe qarkullimin e lirë të banorëve të fshatit Falisht dhe Strimnic, të cilët detyrohen të futen në përkaosin e qytetit të Tetovës për të dalë në Shkup. Kjo është rruga më e vjetër në Pollok. Është rruga e Mundafshit, rruga Tiranë-Stamboll. E viteve 90 kur u rregullu kjo rruga autostrada Tetov-Shkup, e ka rregullu Mavrova. Mavrova kam pas interes për të marrë lëndë para në fshatin Falisht, edhe më urën qëndrimin e do të rregullojnë këtë urën, pse u përgjigjeshe të ma lirë, ma mirë u binte. Me po për të gjëja pa qarta, do qytetarë u ankohen, me si i bon kamët e urës, atë e ndalen, edhe nuk u rregullu ura. Se për ndryshe, kjo është shumë më rëndësi, kjo rrugë të rregullohet dhe kjo urë. Kjo konvenon edhe neve, na konvenon edhe qytetarët Falishtit, fshatit Strimnic, të e kanë hyrje dalje, e kanë ma mire, kanë ma afër për të shku Shkup apo në Tetovë. Kamët e urës janë bo, edhe lanë gjysë, përse nuk e dim. A që ndalë të rruga i kanë vu tabelat për se kalohet për fshatin Falisht. Hinë njerëzit me kamiona, me autobusa, vjesën këtu mes rrugës. Shkaku për një urë. Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore premton se faza e dytë e qarkores do të rregullojë përfundimisht të kaos duke lidhur Falishtën me rrugën rajonale. Pas përfundimit të fazës së parë të qarkores në Proshten Trebosh do të fillojnë punimet me fazën e dytë të qarkores Trebosh dhe aty planifikohet që edhe rruga për fshatin Falisht të rregullohet dhe të asfaltohet deri tek rruga regionale Zhelim-Tetov. Zgjidhja premtohet përmes qarkores së re në Proshten Trebosh, por deri në asfaltimin e premtuar banorët do të vazhdojnë të shohin një urë që nuk të dërgon askund dhe që i ndan nga zona e lirë ekonomike për vetëm pak metra lumë.